Si ndjesh ti kur ke para? Unë ndjem kur kam para e pasur. Ndjesh e pasur. Po kur nuk ke para, si ndjesh? Kur nuk kam para, ndjem e mërzitur. Ndjesh e mërzitur. Edhe qa mund të ndodhë nëse s'do kesh me lek? Do jem e mërzitur. Qa thot mami për parat? Në shtëpi, po, ose për shembull kur ti kërkon një gjë që do ta blej, si përgjigjet mami? Çfarë thot? Thot jo. Nga që i harxhon lekët vetëm për familjen, edhe marrin dhe gjëra që duan ato, vetëm gjëra që i pëlqejnë. Atyreve nuk blejnë gjëra që më pëlqejnë mua. Pra nuk ti plotësojnë dëshirat. Po. Edhe çfarë beson ti pastaj? Çfarë ndjen ti kur nuk ti plotësojnë dëshirat? Kur mami të thotë jo, nuk kemi para. Mërzita. Ti mërzitesh. Edhe çfarë mendon ti pastaj për parat? Çfarë mendoj për parat? Çfarë di për paratun? Kur mami të thotë që jo, s'kemi para për ta bler këtë gjë, çfarë mendon? Mendoj se kur jemi të varfër. Po ti nëse ti nuk do kishe një lodër që ta kishe vetëm për veten se nuk ke para që ta blesh, çfarë do ndodhi? Si do ndihesh ti? Çfarë do mendosh ti për paran nëse ajo nuk është aty që të blej lodër aty? Do ndihem keq, normal. Si është të ndihesh keq? Çfarë do mendosh? Do mendosh që nuk do ketë më para kur, apo që vinë në mënyrë shumë të vështirë, nuk fitohen le, çfarë mendon ti? Mendoj se nuk do marr lek kur. Ashtu. Sipas teje, si janë parat? Janë të mira apo të këqija? Shumë të mira. Po. Çfarë mendon ti për njerëzit që kanë shumë para? A janë njerëz të mirë apo njerëz të këqij? Edhe njerëz disa mund të jenë mirë, disa këqij, se disa edhe mundën t'i kenë vjedhur ato lekët. Që edhe të mirë dhe të këqij. Pra disa e fitojnë para në mënyrë të keqe? Po disa para me në mënyrë të mirë. Ato që ke parë ti në shtëpi, afër teje, nëna, babi, gjyshërit, si e fitojnë para në mënyrë të mirë apo të keqe? Të mirë, se shkojnë në punë. Kurse ato hajdutat nuk shkojnë në punë. Kur të tjerët janë në gjumë, futen në shtëpi dhe i marrin. Nëse ti do kishe shumë para, çfarë do bëje? Nëse do ishe shumë e pasur, çfarë do bëje? Do isha e lumtur gjithë jetën. Nëse duke ecur në rrugë, do gjeje një qese të madhe me para, çfarë do bëje? Do të lej aty se mund të ishte ndonjë kështu, ndonjë çfarë desha. Mund të ishte dikuj tjetër? Po. Do ta leje prapa aty? Po. Sikur po ta leje aty do vinte dikush tjetër pas teje dhe do ta merrte. Pse nuk e merr ti? Ti pse nuk e merr? Unë nuk e marr nga që mund të jetë një kështu. Trep. Mund të jetë një trik ose një trap. Një kurt. Po. Pse ç'a kurti mund të jetë? Pra paraja është e rrezikshme ndonjëherë? Ndonjëherë pa. A mund ta blesh dashurinë me para? Jo. Pse? Nga që dashuria është në zemrën tonë, nuk është në para. Është në zemër, bravo. Si mund ta ndihmojmë dikë që nuk ka para që të bëj para? Që të bëj. I themi se ai nuk mundet të ditë që merr para në punë, edhe i themi që shkon në punë dhe merr para. Pra të punoj. Po. Ka ndonjë gjë tjetër që mund të themi përveç se të punoj? Ja, ose edhe të punoj në shtëpi. Nga vin parat? Nga vin parat, nga puna. Ka ndonjë mënyrë tjetër që mund të vinë parat, gjithmonë vetëm nga puna? Po. Për shembull, nuk ka aty njerëz, ka njerëz të afërm që të japin ty para dhurat? Jo. Nuk para të japin dhurat? Jo, vetëm po ishe kushërini vet. Po, nëse është një kushëri, nuk të jep para, pra parat mund të vinë edhe nga puna, po ndoshta edhe nga dhuratat? Po, vetëm kushërin ose motra mundën ta japin. Nëse ajo ose shoku yt ai do kishte më shumë para. Mirë do ndihesha. Është një gjë e mirë. Po, se parat gjë e mirë është
Po jo ti, nëse do I kishte shoqja jote. Ja, nuk ishte të ndjesha mirë. Mirë apo keq, se nuk e kuptova. Keq. Pse? Nga që gjithë shokët tonë mund të kenë lekë edhe unë nuk kam lekë. Pra do krahasoheshe me ato. Po. Edhe si do ndieshe që nuk ke mjaftueshëm se ato? Si do ndieshe? Keq. E mërzitur? E mërzitur. Do t'i mbaje më për shok ato që janë të pasur? Më shumë të pasur se ty? Nuk do mbaje më për shok, Jo, do kisha shok të tjera që ishin si mua. Po Zoti, a mund të japi para? A mund të marrësh para nga Zoti? Jo. Pse? Nga që Zoti shlat me qiell, nuk na jep dot para. Dhe pra nga ku mund t'i marrësh parat? Vetëm nga puna. Vetëm nga puna. A mund të bëhesh mik me paran? A mund ta kesh shok paran? Po. Sigurisht. Qa shoku është paraja? Shok. Kështu që na jep lek. Shoku mirë apo shoku keq? Shok I Dhe a është ide e mirë që të bëhesh shok me paran apo nuk është ide e mirë? Po. Si, ide e mirë apo jo? Ide e mirë. Është ide e mirë, domethënë. Pse? Ç'a ndodh nëse e ke shok paran? Pastaj në jesh e pasur me lek.